qysh pe marrin ka seriozisht, po mendoj nuk e di për besën, nuk i përcjelli, po prokuria speciale më marrë me rast të tilla, po më duket pak e teprume. Edhe pse natyrisht është mirë më dit. Dhe këtu akuzat që po i bën. A doni më tregu çka, a zotëria Bazi? A mu i me tregu pse o ka thotë çështë, se s'ka Facebook vet. Po s'ka dhe. Dardani s'ka Facebook. Nuk e ka problem. Një mënyrë me ik në e gjela është mos mi përfill, apo kupton. Thjesht si lexon edhe s'ka problem. Mirë po, megjithatë na jetojmë në një demokraci e cila në parim fjalën e lirë ka çajt edhe duhet me pas kujdes. Edhe kur don me zbulu diçka, se kesh përdoret në emrin fjalës lirë, mos me tepru me mekanizmat me të cilët lufton. Nuk është rasti i parë që është tentuar na me shku që shtojnë me top me Gjuvramça. Edhe është mirë po për që ekziston një ushtri e tillë, ekziston. Edhe nuk është kjo tash, ekziston me vite, sidomos nga anave të vendosjes, edhe gjatë kohës sa kanë qenë opozit, edhe fatkeqësisht edhe sa janë qeveri dhe nuk është nal. Çfarë është po them me kësaj sa duhet prokuria speciale më marr. Është për mua diskutabile, po nëse vinë në përfundim, që kanë mujt me gjetë personin, edhe që mujnë me faktu se pse duhet prokuria speciale më marr, mirë kështë me qenë. Merët, ja. Po, mendoj që është u marr. Po është u marr, po shikoj, prokuria speciale e ka dispozicion të vetin mundësinë me fillu me u marr, mirë, po çka është krimi, po thënë, se kemi një avokat këtu, çfarë krimi? Po cilë është krimi? Po dhe, mire va. Do të njerë me ditë cilë është krimi, ma dhe me fillu hetimin. Cili o krimi? Krimi është i pëdhu që është shkruaj, është denigruse. Cilat veprime ti na inkriminuse që janë të përkuvizuar në kodin penal të Republikës penal për më marrë prokuria speciale, apo din është pak e... Po, përveç opinion. Jo, nuk është veç opinion. Jo. Me thonë, kjo filan politikania është në lidhje me shoferat e ti. Me bodyguardat e ti. Mirë është denigrim, po nuk është vepër penale në kuptim të prokuria speciale. Ajo është lënçim, denigrim, po. Na kuptim po thëmë normal se... Për ndryshe, po, falë, doja. Për ndryshe, në ligjitatë të 2 e përkuvizon veprën penale të ngacmimit, pra kush do që sjell gjua urrejtjes. A është veç pak. Gjua urrejtjes. I kumpovën ato postime ndërum të Lule Xhelit. Mirë po, çdo subjekt politik e ka ato ushtri që po mundohet dikush me i dham këtu konotacion me terma fashist, sepse çdo subjekt politik e ka atë militantët e vet që sigurisht për të arritur të një fitore i linçojnë kundër kandidat ose kundërshtar politik. Madje kjo që e kam provu dhe vet, ka dhe portale që i kanë linçu individ saktum për shkak të interesave të ngushta të tyre. Veç kështu.